Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka reaguar publikisht mbi debatin që ka shpërthyer rreth projektit filmik për revoltën e Spaçit dhe ndërhyrjeve në ish burgun famkeq, duke e cilësuar si tymnaj të panevojshme dhe të motivuar nga keq informimi dhe dashakeqësia. Në një deklaratë, ministria thekson se filmi në fjalë, i drejtuar nga regjisori Namik Ayazi dhe shkrimtari Vis Argjiti, ishi i burgosur politik, përpiqet të sjellë në ekran me ndershmëri artistike një nga aktet më të fuqishme të rezistencës antikomuniste në Shqipëri, revoltën e Spaçit më 1973. Sipas autoriteteve, xhirimet në vetë ambientin e Spaçit janë të nevojshme për autenticitetin e projektit, ndërkohë që po merren në masa konservuese minimale për të siguruar sigurinë dhe ruajtjen e elementeve historike. Ministria thekson se ndërhyrjet nuk cënojnë memorien historike, por janë pjesë e një plani të miratuar më 2024 për kthimin e Spaçit në një muze kombëtar të kujtesës, me kontributin e më shumë se 58 ekspertëve, ish të përndjekurish, historian dhe komunitetit lokal. Në reagim thuhet gjithashtu se ndërhyrjet nuk kanë për qëllim modifikimin e memorisë historike, por janë të mirëmenduara me kujdes për të ruajtur dhe pasuruar atë. Mëtej, theksohet se projektet për muzealizimin dhe filmi nuk janë në konflikt, por dy shtylla të së njëjtës përpjekje fisnike për të mos lejuar harresën. Ministria kritikon dhe zërat politik që përpiqen të instrumentalizojnë çështjen dhe bën thirrje për distancim nga provokime dhe retorike panevojshme.